Dhe edhe premtja nuk mund të mbyllet pa horoskopin ekonomik, edhe pse ne kemi ende shumë për të diskutuar, po të paktën kjo pjesë e emisionit për të siguruar që dita do të jetë e mbar për secilin prej jush. Për ata që na kanë ndjekur prej kur kemi nisur në orën 7 e për ata të tjerët që na kanë bashkuar tani, është momenti të lexojmë se çfarë na thot Paulo Fox përmes parashikimit dhe kuptimit që jep yjeve dhe pozicionimit të planeteve, kështu që le ta shohim së bashku nëse do të kemi ditë të mbar apo do duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Po nisim me shenjën e parë, Dashi. Sot mund të ndihesh i tërhequr drejt dy drejtimeve të ndryshme profesionale. Nga njëra anë, ke dëshirë të shtysh përpara, të nisësh projekte të reja, të marrësh përgjegjësi apo të fitosh më shumë para. Nga ana tjetër, trupi dhe mendja po tregojnë qartë se ke nevojë për një pauzë. Në punë shmang detyrat e panevojshme dhe fokusohu vetëm te ato që vërtet ndikojnë tek rezultatet. Financiarisht mos bëj investime impulsive, janë më të sigurta vendimet e menduara qetë. Kjo sa i përket Dashit. Shkojmë tek Demi. Energjitë e ditës të shtyjnë drejt zgjerimit në karrierë. Mund të marrësh një rol të ri, një propozim interesant ose një detyrë që kërkon përgjegjësi më të lartë. Kjo është kohë e mirë për të ndërtuar themele të forta financiare. Nëse po mendon të ndryshosh sektor apo të hapësh biznes, dita e sotme të ofron qartësi dhe orientim. Bisedat profesionale do të jenë të favorshme. Vijojmë më tej nga Demi tek binjakët. Në punë mund të ndjesh një farë presioni, keq kuptime apo situata që nuk ecin sipas planit. Mos u shqetëso. Kjo është e përkohshme. Rekomandohet mos marrësh vendime të shpejta lidhur me parat, kontratat apo bashkëpunimet. Sot është një ditë për të vëzhguar, pra syt 4, jo për të vepruar. Mos u hidhni në veprim. Ndryshimet që vijnë tani janë në favorin tënd, mjafton të ruash qetësinë. Shkojmë tek Aforia. Shenja e radhës për të cilën mantra e ditës së sotme do të jetë që suksesi vjen përmes bashkëpunimit. Nëse ke projekte në ekip, sot mund të përfitosh shumë. Në punë, bashkëpunëtorët dhe kolegët të japin mbështetje që në fakt nuk e prisje. Në aspektin financiar, është ditë e mirë për të analizuar shpenzimet dhe për të bërë plane afatgjata. Nëse po kërkon punë ose promovim, sot mund të marrësh një lajm ose mundësi. E në rast se e merrni atë lajmin, na shkruani në Instagram në startviskan.tv që edhe ne të kemi mundësi ta shohim që vërtet ju ka ndodhur diçka pozitive përgjatë ditës së sotme, sepse lumturohemi për gjithë. Shkojmë tek Luani. Në karrierë ke përpara një periudhë ku ndikimi yt të rritet. Sot është ditë e përkryer për të organizuar strategjitë profesionale, për të nisur dokumenta, për të bërë plane dhe për të vendosur objektiva të qartë. Financiarisht mund të marrësh një pagesë të mbetur pezull ose një propozim që do të sjellë përfitime më të mëdha në të ardhmen. Mos ja anashkalo kontaktet sepse ato janë çelësi sot. Me sa duket, Luani do ta nisë ditën e do ta mbyll me disa para më shumë në xhep. Shkojmë tek Virgjëresha. Me energjitë e ditës ndihesh më i qetë dhe më i fokusuar. Në punë, aftësia jote analitike dhe seriozitetit të vendosin në avantazh. Projektet që i kishe lënë pezull mund të rihapen. Nga ana tjetër, mund të marrësh një konfirmim, një propozim apo një sinjal pozitiv për rritjet të ardhurave. Ideale dita e sotme për të strukturuar financat dhe për të eliminuar shpenzime të padobishme. Për të shkuar tek Peshorja. Sot është një ditë e mirë për të menduar në mënyrë strategjike. Mund të shfaqet një mundësi bashkëpunimi, një projekt që ka potencial përfitime, ose një ide që nëse e zhvillon, sjell rezultate shumë të mira. Në punë, diplomacia të ndihmon të fitosh ndikim dhe bisedat profesionale mund të hapin dyer të reja. Financat janë në rritje, por kërkohet organizim më i mirë. Edhe shkojmë tek Akrepi. Qesh me veten sa në peshore, edhe di që ne peshoret për te diplomacisë dhe këtyre karakteristikave pozitive që kemi, nuk është se shuhemi për organizim dhe menaxhim shumë të mirë të financave. Dhe pikërisht, kur flasim për Akrepin, sot karriera mund të ofrojë një mundësi të mirë, por duhet jesh i vëmendshëm që të mos bësh gabime për shkak të nxitimit ose lodhjes emocionale. Në punë preferohet planifikosh me kujdes çdo hap dhe mos lejo tensionet që të prishin fokusin. Nëse po mendon për investime, prit edhe pak, dita është më shumë për analizë se sa për veprim konkret financiar. Mos u nxito sot.
shfrytëzoje ditën edhe për të pushuar. Patjetër, bëj ato punët edhe angazhimet e përditshmërisë, por merre më qetësisht, nuk ka nevojë për të nxituar. Kohë kemi plot. Shkojmë tek shigjetari. Energjitë janë të buta, lëvizjen duken më të lehta dhe sot mund të lindin ide kreative për punë apo përfitime financiare. Nëse ke një projekt personal, mund të marrësh një shtysë të fortë ose një koment inkurajues. Në aspektin e parave, është momenti mirë për të kërkuar pagesat e vonuara ose për të bërë llogari të reja. Shkojmë tek Bricjapi. Edhe pse dita mund të duket pak e çrregullt ose me shpërqendrime, në plan profesional është koha e duhur për të menduar seriozisht për hapat e ardhshëm. Të presin projektet të mëdha në javët në vijim, kështu që sot është mirë të përgatitesh. Financat do të jenë stabil, por mund të përmirësohen nëse heq disa shpenzime të panevojshme ose ndryshon ritmin e punës. Kjo sa i përket Bricjapit. Sot patjetër duket se do të jetë ditë pak e vështirë në fillim për këtë shenjë të horoskopit, por rrugës do ta marrë veten edhe do të përmirësohet. Përsa financat janë të qëndrueshme, besoj që dita e nesërme do të jetë më e mirë. Për të shkuar tani tek Ujori, është shenja e radhës ku së bashku do të ndalemi për të lexuar këtë parashikim i cili bëhet nga Paulo Fox, një nga astrologët më të njohur, një nga lexuesit e pozicionimit të planeteve më të mirë, dhe gjithë i referohemi kur duam së paku të japim vetes pak pozitivitet në rastin më të mirë, kështu që le të shohim se si do të jetë dita për shenjën e radhës. Për Ujorin, një shenjë për cilën mantra e ditës së sotme do të jetë se idetë tuaja janë arma juaj me forcat. Me mendjen e hapur dhe kreativitetin e lartë, sot do të shkëlqeni në punë. Mund të bësh planet, të publikosh projekte, të prezantosh ide ose të kërkosh mbështetje profesionale. Pra, gjithçka mund të bësh sot ti që i përket shenjës së Ujorit, sepse do të jetë një ditë me energji të lartë e cila të favorizon shumë. Edhe financiarisht pastaj është një ditë e shkëlqyer për të gjetur burime të reja të ardhurash ose për të negociuar diçka në favorin tënd. Energjia e mirë për punën, sidomos në fusha që lidhen me teknologjinë, me komunikimin dhe me marketingun. Këto do jenë tre fushat në të cilat ata që i përkasin shenjës së Ujorit, me sa duket do të shkëlqejnë dhe do të japin më të mirën e tyre për gjatë ditës së sotme. Ndërkohë që në përfundim do të ndalemi tek Peshqit, në aspektin e parave është momenti mirë për të kërkuar disa shtesa ndoshta në pagën tuaj nëse keni kohë që e mendoni diçka të tillë, do duhet ta shfrytëzoni kreativitetin në mënyrë që të shihni rezultat në punë dhe nga ana tjetër mos u shpërqendroni nga emocionet. Krijoni një distancë sa i përket aspektit profesional dhe atij personal dhe kjo do të jetë e vetmja formë për të ekuilibruar ndjesitë tuaja. Dhe me Peshqit ne mbyllim edhe horoskopin, 12 shenja të lexuara, të cilat mua përgjithsisht mu duken se ishin pozitive. Diku duhet kemi pak më shumë kujdes, diku yjet favorizojnë më shumë, planetet janë vendosur në favor të disave, po kështu është gjithë viti. Në një moment janë disa shenjë të favorizuara, në një moment tjetër disa të tjera. E rëndësishme është që secili prej nesh të bëjë hapat e tij me siguri dhe ndonjëherë siguria vjen edhe nga hapat e ngadaltë, nuk ka nevojë që t'i ngjisim 5 shkallë për një herë, se edhe mundësia e rrëzimit është më e mundur, kështu që ndonjëherë duhet thjesht ta marrim me qetësi, aq më tepër në të premten e javës. Është dita e fundit për pjesën më të madhe të qytetarëve kur kanë një ditë aktive në punë. Pastaj fundjava i pret ndoshta për të pushuar, për të kaluar pak kohë me miqt, me njerëzit e zemrës, për të kaluar kohë edhe me veten dhe këtë mos harroni ta bëni her pas here. Kështu që përdorni këto sinjale pozitive që horoskopi u jep dhe pastaj jepini karakteristikat e jetës suaj të përditshme, sepse në fund jemi ne ata që vendosim, patjetër ndoshta planetet na japin disa sinjale çfarë të kemi kujdes edhe çfarë mund të bëjmë më mirë, por jemi ne ata që vendosim në përfundim se si do të jetë dita.